Aventura financiare me kredinë e marrë nga Delfos duket se I ka kushtuar shtrenjtë biznesmenit kosovar Begjet Pacolli. Gjykata e Apelit të Tiranës I ka dhënë një goditje të fortë Pacollit, teksa e ka përjashtuar nga administrimi I aeroportit deri në gjykim në themel të konfliktit mes tij dhe Valon Ademit, me vendimin e marrë këtë të njëjtë. Apeli ka konfirmuar masën e gjykatës së shkallës së parë, që kishte përjashtuar kompaninë Mapco nga drejta e votës dhe administrimit në shoqërinë koncesionare Vlora International Airport, duke e lënë administrimin e aeroportit në dorën e Valon Ademit. Konflikti mes dy aksionarëve të aeroportit të Vlorës shpërtheu publikisht vitin e kaluar dhe në themel të tij ishte përplasja për aksionet e aeroportit, por më vonë u bë publik edhe një tjetër zhvillim I bujshëm. Mapco SA, kompania e Pacollit, kishte marrë një kredi 100 milion euro nga një fond investimesh Guack në Luksemburg, I quajtur Delfos Compartment Bernina, por kredia kishte një kleçk, pasi kjo e detyronte futjen e aeroportit të Vlorës si huamarrës shtesë. Praktikisht përmes kësaj kredie fluksit të ardhurave nga aeroporti I Vlorës, liej peng I fondit të investimeve. Aksioneri tjetër I aeroportit, biznesmeni Valon Ademi, akuzoi Pacollin se e kishte bërë gjithçka në fshehtësi dhe kjo është një kundërshtim I hapur me ligjin. Për këtë qëllim Ademi u drejtuar gjykatës së shkallës së parë në Tiranë, duke kërkuar përjashtimin e Pacollit nga vendimarrja në shoqëri dhe pezullimin e votës derisa çështja të shqyrtohet në themel. Gjykata e shkallës së parë vendosi të pranojë padin. Pas kësaj Pacolli nisi një sulm publik duke deklaruar se po I merrej kompania pavarësisht se ai kishte 98% të aksioneve.